A dini ku e kam hallin kryesor si hoxh? Unë hallin e kam kryesor kur muslimani krijon bindje për çështje të caktuara që nuk janë të librit të shejt, nuk janë të Kuranit. Po që për shembull shumë pikpamjet tonat pa keq kuptime në raport me gruan nuk janë pikpamje islame. Dredhit e grave janë të mëdha, dredhit e shejtanit janë të vogla. Me demek, dredhit e grus janë më të rrezikshme se shejtani. Domethënë shejtani është më pak i rrezikshëm, gruaja më e rrezikshme se shejtani. Dredhit as lidhen me burra as me gra. Dredhia është veti e keqe që mund me pasë edhe burri edhe gruaja. Nuk ka çështje gjinore kjo. Kjo është çështje e personalitetit. Qof burr, qof gru mundet me tratu, s'ka lidhje kjo. Se ne po thojna, këtë gratë po tratojnë, ato me kanë po tratojnë. Me burra, ata tjerë janë arpi i marrë si ta janë. Domethënë, a priori logjika gjithmonë me fajsu gruan